Dënimi me burgim të përjetshëm është masa më e rëndë shkuese që parashikon legjislacioni penal në Kosovë për kryerjen e veprave të rënda penale. Këtë masë të dënimit së fundi gjykata themelore në Prishtinë ja shqiptoi Naim Urselit për planifikimin dhe vrasjen e bashkëshortës Liridona Ademajt mbrëmjen e 29 nëntorit të 2023-s. Edhe Granit Plava, që akuzohej se shkrepi armën ndaj saj, mori të njëjtin dënim nga themelorja. Megjithatë, njohës të procesit shpresojnë që gjykata t'i ketë administruar mirë provat në mënyrë që ky verdikt të aprovohet edhe në apel. Mbetet të shihet se si do t'ju rezistoj instancave të tjera të gjykatave nëse palët me shumë gjas do t'a ushtrojnë të drejtën e tyre për të paraqitur ankesë fillimisht në gjykatën e apelit, pastaj edhe në Supremin nëse eventualisht janë të pakënaqur me verdiktin. I vetmi dënim me burgim të përjetshëm, i cili ka kaluar të gjitha instancat gjyqësore, është ai i Dardan Krivaçës për vrasjen e Marigona Osmanit. Gjykata Supreme në shkurt të këtij viti e refuzoi si të pabazuar ankesën e mbrojtjes së Krivaçës. Në aktgjykimin e Supremës konstatohej se themelorja e apelit nuk kishin shkelur dispozitat e procedurës. Me burgim të përjetshëm në dhjetor të 2024-s u dënua dhe Edmond Lajqi për vrasjen e bashkëshortës Gjulieta Ukellës. Edhe për këtë rast mbrojtja e akuzuarit kishte kërkuar zbutje të dënimit në gjykatën e apelit, e cila më pas vërtetoi dënimin e themelores në pej. Mbrojtja e Lajqit pas këtij verdikti të apelit ka parashtruar ankesë edhe në gjykatën supreme, por kjo e fundit ende nuk ka marrë një vendim. Edhe Pjetër Ndrecaj ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e gruas dhe vajzës së tij 9 vjeçare. Gjykata e apelit e vërtetoi dënimin e themelorës, megjithatë kolegji i Gjykatës Supreme e kishte anuluar këtë aktgjykim duke rikthyer çështjen në shkallë të parë. Në rigjykim, gjykata e dënoi Ndrecajn me dënim unik 24 vjet e 6 muaj, vendim të cilin e ndryshoi Gjykata e apelit më 2020 duke arritur dënimin në 30 vjet burgim. Me burgim të përjetshëm ishte dënuar edhe Naser Pajazitaj për vrasjen e Dënjeta Pajazitajt, por u la i lirë me vendim të Supremës 3 vite më parë. Duke i pasur parasysh këto raste, sipas Bajraktarit, gjykatat në Kosovë duhet të rishikojnë politikën dëshkimore. Sa i përket çështjes së politikës dëshkimore për kategoritë të caktuara të veprave penale, besoj që gjykatat tona duhet me rishikuar politikën dëshkimore, me theks veçantë për veprat rënda penale, në drejtim të ashpërsimit të tyre dhe në instancë fundit në drejtim të parandalimit të dukurive të tilla në të ardhmen. Burgimi i përjetshëm aplikohet për veprat më të rënda të kryera në rrethana veçanërisht rënduese ose për vepra penale që kanë shkaktuar pasoja shumë të rënda.